çfarë do të ketë një protestë që për shembull kush e urdhëron këtu daljen e ushtrisë? Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura. Presidenti apo kryeministri? Presidenti. Presidenti. Në çdo vend përgjithsisht komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura është presidenti. Kryeministri. Garda nuk është forca armatosur. Garda nuk është pjesë e forcave të armatosura. Po, 4 veta në bulevard. Garda nuk është Jo, po nuk është pjesë. Është ministrisë së Brendshëm. I përket Ministrisë së Brendshëm. Pra i përket Ministrisë së Brendshëm. E komandon kryeministri atë. Cili tash nuk quhet, janë, por nuk janë pjesë e forcave të armatosura. tash nuk quhet më komandant garde, quhet drejtori i gardës. Se dia u të ndryshim pas do gjatë. Jo, një ligj, ka 3 pjesë, është ligjëri. Ka një 3 pjesë. Është për ruajtjen dhe sigurinë e Gradat autoriteteve shtetërore. nuk kanë më grada ushtarake, kanë grada policore. Është bërë ligj i ri në momentin që u nda garda dhe shërbimi policor i shtetit. Nëse për shembull ndodh një protestë, nuk ndodhin protestën se nuk dalin, s'kan plasë njerëzit dhe mirë bëjnë, ora. Ndodh një protestë e madhe këtu. Tani supozojmë se nuk del policia. Si përkufizohet rrezikshmëria? Se tani më demokratike se Amerika semi do të ne. Kush e urdhëron? Mbledhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe presidenti është kryetari dhe presidenti është dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura që urdhëron. Ajo mbledhet në urgjencë dhe janë pjesë e tij, janë kryeministri, ministri i Brendshëm, ministri i Mbrojtjes dhe të gjithë ata nuk pyet fare. Nuk ka nevojë se ja ka lënë që 1792 ja ka lënë kompetencë kushtetuta dhe ligji ta përdor presidenti. Kemi një parasysh në Shqipëri. Kemi ditën e zgjedhjeve. Ditën e zgjedhjeve, pra objektet qeveritare i ruan ushtria. E rëndësisë veçantë. Është përcaktuar me ligj. Del ushtria dhe i ruan jo policionet. Njësoj si me qenë në shtetet federale që ruan ushtria objektet federale. Pra përse e njëjta analogji është. Këtë herë me stadion nuk u përdor. Në qoftë se e shikon të arsyeshme dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i paraqet kërkesë strukturave që për kur ka informacion, si mund themi ka informacion të të dhëna, atëherë i shkon dhe merret vendim. Me transportin e fletëve të votimit, me shpërndarjen e fletëve të votimit para zgjedhjeve. Po gjithmonë kur ka informacion për akte të dhunshme karshi. Vetëm kur ka informacion. Pra, dhe kjo informacion vjen nga shërbimi informativ. Hyn veprim forca armatosura. Supozojmë se tani këtu ka një problem, se shumë subjektive kjo. Se po themi kryeministri është një majorancë. Po marrim teorike pyetjen. Mund të ishte Berisha, mund të ishte është Rama, këtu. Dhe protesta është gjithmonë opozitare apo me kryeqeveritaren. Tani si do marrë, kush do marrë vendimin? Nuk mund të përdorësh ushtrinë për protesta, është një vend demokratik është kategorisht. Po si më në Shqipëri që të përdoret për ushtrinë duhet të shpallësh zgjedhjen e zakonshme. Nuk pasi se ka shpallur në Kaliforni. Jo, është drejta e presidentit. Ai ka drejt ta përdori pa presidenti ka autoritet tjetër atje. Neve duhet gjendje për të shpallur gjendjen e zakonshme.